Krerët me kas, Kurejshitët, janë ata pabesimtar, pagan, të cilët i penguan juve o musliman nga xhamia, Mesjidul Haram, nga hyrja në harem, nga çamja. Ashtu siç i penguan edhe kurbanët e juve, të cilët ju i kishim marrë me veten nga Medina, 70 kurbana, për të therrë mrena në harem, në Mina ose në Mekë, këtë është harem, pasi ta bëni umrën, dhe mja shkep fukarave mishin. Ju këtë qëllim me pat, për ata të cilët bën kofër e që ishin me kaset, sa dukum anil Mesjidil Haram i penguan juve për të hyrë në qabe. I penguan sepse ata u zotuan, që kemi cek me heret, edhe thanë, komë të dirë gjakut dhe i të pike e fundit, ama ne gjallë e Muhamedi me shokët e ti, me hynë në Mekë, me vizitu qaber, me bë tavafe nuk ka. Nuk ban, për tëna pikat mund të merrem i vesh, këto nuk ban, spaku këtë vetë. Ta njëz meritojnë dënim të randë, me i shkatërru. Ama, për dy arsye, Allahu po na tregon se nuk i kemi dënuar. E para, sikurse mos të kishte në Mekë burra besimtar dhe gra besimtare, të cilët ju nuk i njehni ata. Pejgamberi, po edhe sahabët radiallahu anhum, anipse shumica absolute sahabë ishin shpërngulur në Medinë, nga Meka, por kishte edhe me tej një grup, sa do pak, individesh, muslimanë dhe muslimane, të cilët vazhdonin të qëndranin në Mekë dhe të fshehnin në islamin e tyre të mbanin msheft. E Allahu po thot, po mos ishin ata musliman dhe muslimane në Mekë, të përzirë me jo musliman, edhe që ju nuk i njihni ata, do t'ua kisha mundësuar juve muslimanëve me hyje, me kuajte, me deve të juaja mrena në Mekë, e me i liftu ata me kas e me i ba ata pike pas, por në mesin e tyre do të ishin vritur edhe ndonjë prej këtyre muslimanëve dhe muslimaneve, pa dije, ndoshta do të kishi shkelur me kuaje, me deve, do të kishi vrarë pa dije, e pasaj kur do ta kishit marri jo vesh, kur do ta kishit kuptuar se jo keni mbytur jo musliman pagan zullumçar kriminal, por krahas tyne keni mbytur edhe dikën prej muslimanëve, do të kishin ndier një keqardhje shumë të madhe, do të kishin bërë një gjuna dhe do të ishin detyruar të bëni kefaret, ta shpagoni dijen, gjakon, dhe do të thonin pastaj me kasit ja Muhamedi dhe ushtri dhe populli i tij na pevrojnë shokët e vet, le që pa na vrojnë neve, por po i vrojnë edhe shokët e vet. Ata meritojnë me i dënu, për Allahu nuk për i dënan, për hatër që aty ka musliman. Shkaku tjetër pse Allahu nuk ka mundësej juve muslimanëve me hyrë në Mekë dhe me i shkatruar ata, është se Zoti po do me i fut në rahmetin e vetë, kë të do prej atyre paganve, idhujtarve, mekazve, mushrikve, jo besimtarve, ma vonë, me i fut në islam, me i fut rahmetin e vetë, fjala me i drejtu, me i udhëzu, këdo, me njesha, këdo. Për ata kur të biju në këtë ajet koranor thot dhe kjo ndodhi, sepse shumica e atyre me kazve më pas, Allahu a hapi dyert e zemrave të tyre dhe u afuti nurin qiellor dhe i drejtoj, e udhëzoi madje dhe i bëri musliman shumë të mirë. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar Tebareke ve Teala, që i përket lartë madhërisë së Tij. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe të gjithë atyre besimtarëve dhe besimtarave të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar, vazhdojnë dhe sot të kësaj dite të ndjekën të pasojnë rrugën e Atij burrit të madh deri në ditën e Kiametit. Pastaj të nderuar, edhe më tej jemi në surat Al-Fatiha, ku i madhi Allah Tebareke ve Teala pasi që ceku se mëkaset ngulën kamb dhe nuk i lanë muslimanët të hyjnë në Mekë për ta bërë umrën, dhe erdhi tek çështja e marrëveshjes së Hudejbisë, që është e njohur. Në vazhdim Allahu i kërcënon rand i dhejtarët Mekas, sa ata meritojnë me i shkatërru. Meritojnë dënim të ramë, përja që Allahu nuk i dënoj. Dhe të cekë përse nuk i dënoj. Për të cekur në vazhdim i madhe Zot, fanatizmin e madh, inatin e madh, të cilin e kishin i dhejtarët Mekas, nacionalizmin, fanatizmin, e që është e bërimi kryelartësisë, mend i madhësisë e tyre. Dhe këtë kjo natyrisht ndodhi me rahmetin e Zotit, urtësinë e Zotit, e që ishte hajër për muslimanët, ama ata nuk e bën me qëllim të hajrit, e bën me qëllim të sherrit. Shkojmë tek ajetet, komente ajetet për të parë ma qartë se çfarë na thot i madhi Zot. Ma'udhu billahi minash shaitanir rajim. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. Krerët Mekas, Kurejshetët, janë ata pabesimtarë, pagan, të cilët ju penguan juve musliman nga xhamia, Mesjidul Haram, nga hyrja në harem, nga qamja. Ata i penguan.
Ashtu si që i penguan edhe kurbanët e Juve, të cilët ju kishë marrë me vetën nga Medina, 70 kurbana, 7 mëdha, për të therrë mrena në harem, në Mina ose në Mekë, këtë është harem, me therrë atë kurbanët, pasi ta bëni umrën, dhe mja shkep fukarave mishin. Ju këtë qëllim me patë, por ata të cilët bën kufër, e që ishin me kaset, sa dukum anë il Mesjidil Haram i penguan juve për të hyrë në qabe. I penguan sepse ata u zotuan, që kemi cekë me heret, edhe thanë, komë të derë gjakut dhe i të pike e fundit, ama ne gjallë e Muhamedi me shokët e ti, me hynë në Mekë, me vizitu qabën, me bë tavafe, nuk ka. Nuk banë. Tëna mund, për tëna pikat mund të merrem i vesh, këto nuk banë. Spaku këtë vetë. Spaku këtë vetë. E që për mja kujtue atyne që nuk kanë qenë për fillimit, apo për me ndëllidhë të regimin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kemi cekur se ishte nisur për ta bërë umrën, me 1400, e thot 1500 veta, në Ihrama, 7 baktit i këshin marrë me veti për kurbana me i preje, dhe kushdo që shetë të rrugës, e kupton të se njerëzit në Ihrama nuk shkojnë me liftu. Pastaj kishtë dërgu misionar, haber, se ne po vina për me vizitu qabën, që 6 vite se kemi pa, nuk dojna luft, është shpia Zotit, kena hakna, në ani pse edhe po pretendoni që edhe ju keni hak, por edhe ne kemi hak. Ama ata, o quni madhi vogël me kasit, dhe thanë kurrë për jetë nuk ka me hyje në qabe. E Allah i madhroj për i qarton këto rëndë, ata të cilët bën kufër dhe i penguan juve, me hyje në qabe, dhe i penguan korbanat, që mërët ju me veti, me shtim rana në harem, Mekë, dhe me prej ata korbana, e mja shkepi mishin fukarave. Nuk ju lanë. Këta njerëz, për thëtë Allahu, وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Këta njerëz, po mos këta njerëz meritojnë dënim të randë, me i shkatërru. Ama, për dy arsye, Allahu po na tregon se nuk i kemi dënuar. E para, sikurse mos të kishte në Mekë burra besimtar dhe gra besimtare, të cilët ju nuk i njehni ata. Pejgamberi, po edhe sahabët radiallahu anhum, anëpse shumica absolute sahabë ishin shpërngullur në Mekë, në Medinë, nga Meka, por kishte edhe me te një grup, sa do pak, individesh, musliman dhe muslimane, burra dhe gra. Allah po i quan mu'minin dhe mu'minat, besimtar dhe besimtare, të cilët vazhdonin të qëndranin në Mekë dhe të fshehnin në islamin e tyre të mbanin msheft. Ose, dikush e kupton të islamin e tyne, sikurse Gjendeli biri i Suhejlit, sepse Suhejli kishte lidhur birin e tina dhe dinte që kjo musliman. Por ata musliman dhe muslimanet të cilët ishin në Mekë nuk mund të dilnin jashtë. Dhe ishin të përzirë bashkë me jo musliman. E Allahu po thot, po mos të ishin ata musliman dhe muslimane në Mekë,
të përzirë me jo musliman, edhe që ju nuk i njihni ata, do t'ua kisha mundësuar juve muslimanëve me hyje, me kuajte, me deve të juaj amrana në Mekë, e me i liftu ata me kas e me i ba ata pike pas, por në mesin e tyre do të ishin vritur edhe ndonjë prej këtyre muslimanëve dhe muslimaneve, pa dije, ndoshta do të kishi shkelur me kuaje, me deve, do të kishi vrar, pa dije, e pastaj kur do ta kishit marri jo vesh, kur do ta kishit kuptuar se jo keni mbytur jo musliman pagan zullumçar kriminal, por krahas tyne keni mbytur edhe dikën prej muslimanëve, do të kishin ndier një keqardhje shumë të madhe, do të kishin bërë një gjuna dhe do të ishin detyruar të bëni kefaret, ta shpagoni dijen, gjakon dhe do të thonin pastaj me kasit ja Muhamedi dhe ushtri dhe populli i tij na pevrojnë shokët e vet, le që pa na vrojnë neve, por po i vrojnë edhe shokët e vet. Andaj i madhi Allah Azza wa Jall nuk po i dënon me kasit për krimin e bërë respektivisht këtë rast, për pëngesën që ja bën pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve përmes me hyrë në Mekë, por i detyruan me qëndru në Hudejbije, në periferi të Mekës, edhe pas asaj marrëveshje që ndodhi me u kthye mbrapsht në Medinë pa e bërë umrën, ai kishin kaluar 400 kilometra për ta bërë umrën. Ata meritojnë me i dënu, për Allah nuk për i dënan, për hatër që aty ka musliman. Kje para e dyta, li udkhilullahu fi rahmetihi me jesha, shkaku tjetër pse Allahu nuk u mundësej juve muslimanëve me hyrë në Mekë dhe me i shkatruar ata, është se Zoti po do me i fut në rahmetin e vetë, këtë do prej atyre paganve, idhujtarve, mekazve, mushrikve, jo besimtarve, ma vonë, me fut në islam, me fut rahmetin e vetë, fjala me i drejtu, me i udhëzu, këdo, me njesha, këdo. Për ata kur të biju, në këtë ajet koranor, thot dhe kënë ndodhi, sepse shumica e atyre mekazve më pas, Allahu a hapi dyert e zemrave të tyre dhe u afuti nurin qiellor dhe i drejtoi e udhëzoi madje dhe i bëri musliman shumë të mirë. La ilaha illallah. I bëri musliman shumë të mirë. Rahmeti Zotit është i madh. Pra muslimanët, kur o betuan atje që kemi cekur, pasi që u përhap lajmi se vra Osmani, si i deleguar më i rëndësishmi pejgamberit alayhi salam në Mekë, për ta bërë një marrëveshje me Mekasit që muslimanët duhet me hyje me bo Qabën, me vizitu Qabën. Dhe ndodhe që ka ndodhe dhe përhap lajmi se jo që nuk kanë pajtuar me kërkesën e Osmanit, por edhe kanë burgosur madje është vrarë. Dhe u zëtuan krejt muslimanët, që kemi cek më herë që quhet Bej'atur Ridvan, beslidhja e kënaqësisë apo beslidhja e pemës, se do të vdesin të gjithë nëse është nevoja, dhe kjo i friksoi shumë Mekasit. Kjo i friksoi sepse edhe ata nuk donin luftë. Ata doni me friksu muslimant, me dominu mbi muslimant, por mundësisht pa luftë. E Allah i madhruar nuk deshe të bëhet luftë. Nuk deshe që të vritet një numër i konsiderueshëm pak apo shumë me kazve. Nuk deshe. Nuk deshe të vriten edhe ndokush për muslimanëve. Për ata thëtë Allahun vazhdim dhe në fund të ajetit, وَلَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. E sikur se të ishin veçuar ndar ata që janë musliman, për atyre jo musliman në Mekë,
do të i dënonim ata jo musliman në Mekë nëpërmjet juve musliman me një dënim të dhimbë shumë. Por Allah nuk deshi. Nuk deshi të Zoti. Sepse Allah është i gjithdijshëm. Dhe ai po don me bë diçka që muslimanët nuk e dinë. Njerëzit nuk e dinë. Allah po don me fut në rahmetin e vet. Atyre që ka shkruar me bë musliman, atyre që ka shkruar, që ka caktuar me bë musliman, para se me i kriju, la ilaha illallah, edhe shumica këtyre këtu në Mekë me vënë bën musliman. Thot Allahu në vazhdim, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya. I nënçmon edhe më tej me kasët. Dhe thot për ta, dhe kur ata të cilët bën kufër, paganët me kasë, në zemrat të tyre, për nga zemrat të tyre e shfaqen nacionalizmin, fanatizmin fetar, o kapen për ideologjin e tyre pagane, gjahilietit, për bindjet e tyre, për parimet e tyre pagane, për fenë e tyre pagane, thuaj se të dush. Nuk lëshun pa nga idetë e tyre pagane. A në pse? Ata kuptuan qëllimin e pejgamberit. E kuptuan, ata ditën çka do të thotë me vizitu Qabën. Nuk është njeriu i parë dhe hera e parë që vizitohet Qabja. Qabja ishte bërë tavaf prej kohës Ibrahimit alayhi salam. Pejgamberi Qabën e kishte bërë tavaf edhe gjatë periudhës sa ishte në Mekë. Po dhe vetë krerët me ka se bënin tavaf Qabën. Pastaj, ishte një orë thirrje e kurbanave në Mekë. Pra këta që dënë të me bë pejgamberët e dinin, por nga ignoranca, respektivisht nga fanatizmi i tyre, i gjahilietit, bindja e tyre pagane, që mos me lëshun pa në ideologjinë e tyre pagane, i bërë ata që t'i përbahën këtyre parimeve, respektivisht t'i pengojnë muslimanët me hyrë në Mekë. Ulemat kanë thënë se pjesë e këtij gjahilieti, fanatizmi, nacionalizmi të mëkt, e që kur themi për te, për këtë gjahiliet, gjithse se na bie në mend apo na kujtohet e gjahilieti jonë. Gjahilieti jonë bashkohor. Sepse nga njëherë din me të thanë shqiptarët të tonë, çka i ka sjellë të fe të re, që 600 vjet ne kemi këtë, apo jemi duke vepruar kështu dhe kështu, e po na sjellin gjana të reja. Po kjo është hamiyetul jahiliye, e njëjta. Është një fanatizëm, në nacionalizëm, e mëkt i gjahilietit. Pra, po flet me gjahiliet me ignorancë, kurse po cilli fakte dhe argumente. Këtë bën njëri prej dy personave, ose ai i cili është ignorant total, s'kupton asgjë, ose një mendje madh kryelartë, e që këtë dyta ishte të mëkas. Allahu po quan nacionalizëm të gjahilietit, nga se kur erdhi Suhejli, i dërguar i fundit i Mekasve në Hudejbije, për të marrë vesh me pejgamberin,
për një marrëveshje të mundshme mes dy palëve. Muslimanëve në kryen pejgamberin, edhe atje jo muslimanëve me kasve. Dhe kemi cekur edhe javën e kaluar, apo herën e kaluar, se pejgamberi posa pas Suhejlin, tha Kurejshitet, përderisa pas ka dërguar këtë njeri, pas kanë qëllim me bo marrëveshje. Pra, automatikisht se pa pejgamberi që apo bë optimist. Tha, marrëveshja po bëjka. Përderisa kanë dërgu këtë njeri, ne këna bo me të marrëveshje. Se kjo është njeri që na mirë rëmesh me te. Dhe ashtu ndodhi. Dhe ashtu ndodhi. Por, kur u morën vesh, në pikat kryesore, dhe çdo sen do morën vesh, por pikat kryesore me u kthyn këtë vetëm me bomrën, muslimanët, e që ishte me aranda për muslimanët, por jo për pejgamberin e randë, për muslimanët. E pastaj marrë vitin tjetër, e ke marrë vesh armë pëshimi, me bojnë marrë vesh armë pëshim për 10 vite, dhe pikat e tjera, pas o morën vesh po, shkruje, dhe Aliu radiallahu anhu, e shkruj Bismillahirrahmanirrahim. Suhejli tha, qka është Bismillahirrahmanirrahim? Ne nuk e njohëm te. Shkruje në emën të Zotit tim. Ani. Shkruje në emën të Zotit tim. E shkruaj Aliu në emën të Zotit tim. Pastaj, pejgamberi tha shkruje, kjo është ajo që ka morën vesh, pajtua, me zvete, Muhammedun Rasulullah, dhe Suhejli thënë, alo, jo Muhammed Rasulullah. Me të njofta që jemi Rasulullah, na nuk luftojnë. Fshije. Pejgamberi tha, ani, fshije Aliut. E Aliu tha, nuk e fshije. Tha, fshije. Shkruje Muhammed bin Abdillah, Muhammedi bir Abdullahut. E pejgamberi thanë Rasulullah, ja, e pranoj këse pranoj, unë jam Rasulullah. Tani Allah i madhruar, po ju thot këtyne, këti Suhejli dhe të tjerve, se juve ju kapi, juve që më hua të bët kufër Allahun, ju kapi kë fanatizmi, nacionalizmi juaj i gjahilijetit. Për ndryshe ju e dini qka është Ar-Rahmani. E dini se Allah është Ar-Rahman, Ar-Rahim, ju e dini mirë. Ju e dini gjithashtu se kjo e Rasulullah. Ju krejt e dini. Dhe asë një për juve nuk dyshani. Por, kryelartësia, mendjemalësia juaj, dhe nacionalizmi juaj i gjahilijetit, ju ka kap fort e nuk për ju lëshan. Ju ka kap fort e nuk për ju lëshan. E kjo është qërtimi Allahut i randë për ata njerës. E sigurisht se mënyrë indirekt është qërtim për të gjithë ata njerës, të cilët kanë gjahilijet. Dhe nuk ka bela e madhe dhe me pas gjahilijet, që ka është bela shumë e madhe, se se me ngull kam gjahilijet. Gjërat të cilat janë komplet kundër dinit. Të vinë, prej kuj të vinë, dhe të thët, kush të thët. Ato që janë kundër dinit në gjahilijet. Andaj, ne nuk i pranojmë ato. Edhe nëse dikuj dhemë, apo dikujt nuk ja ka na, gjahilijet. E pejgamberi, Allahu për qërton të rëndë, të bareke o ta'ala, dhe për thot nga zamrat të tyre doli, el hamijet el gjahilije. Ajo ndjenja fort, e ignorancës, e gjahilijetit, e fanatizmi juaj i fort që një ka për gjahilijet. Dhe nuk filen me pranu hakun, por përballë kësaj, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. Përballë saj Allah i madhruar
o azbriti një prehje shpirtërore i qetësoj zemrat e muslimanëve. Zemrën e Resulullahit dhe zemrat e muslimanëve i qetësoj i madhi Zot te bareke ve taala. I qetësoj. Ata kënë gjendje muslimanët me kap shpatën me lyftu. Allahu nuk i la. Ata kënë gjendje me këmgullje mës me lëshu pet gjithë se mi hin meke. Allahu nuk i la, i qetësoj. I qetësoj Allah. Dhe i bëri sabërli, e dorimtar. Dhe i bëri muslimanët me nënshtru dhe me pajtue me urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi pa thot bërë kështu, bënë kështu. Ani pse ju musliman në shikim të parë po ju duket se kjo është humbja dhe nënçmim për ne. Bënë, shkruje, veproje, thuaje. Dhe kështu bënë musliman. Pra Allahu u qetësoi zemrat e tyre, u alzamahum kalimat at-taqwa. Dhe u bëri Zotit të pandashëm. Kelimet e taqwa, fjalen e taqwallukut. Fjalen e taqwallukut kanë dhënë ulemat shumë mendime. Dhe Suheli e mohoi atje kur pejgamberi tha, shkrua atje Bismillahirrahmanirrahim. E Allah po thot musliman të thonë këta. Musliman thonë la ilaha illallah. Allahu ju forcoj edhe më shumë në fjalën la ilaha illallah. E që është bërthama dhe ajka takuallukut. Fjala la ilaha illallah dhe kuptimet e sajna dhe krejt frytet e fjales la ilaha illallah. E që është dini islam krejt. E disa kanë thonë është për qëllim kelimet e taqwa, fjala la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E disa kanë thonë është për qëllim fjala la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E disa kanë thonë është për qëllim fjala Bismillahirrahmanirrahim, sepse këta mohuan. E ne muslimanët nuk e mohojmë, por çdo gjë e filloj me Bismillahirrahmanirrahim. Tana pra Allah për i lavdëron tash muslimant. Nehrin në nëshmojë muslimant, tash për i lavdëron muslimant. E i mbrojti me sekin u azbritin zamrat e tyre, e tash Allahu po thot se u a bëri të pandashme imveshi me fjallën la ilaha illallah, me fjallën e takuallukut, me dëvëqmëri. U a kanu a haqqe biha wa ahleha, e që ata ishin ma meritor. Ishin më meritor për këtë fjallë, se sa me kasit. Ta ishin më meritor sepse besuan Allahun hak, e besuan pejgamberin hak, sallallahu aleyhi wasallam, ju nënshtruan fjallës e Allahut, ju dorëzuan fjallës e pejgamberit, kërkesës e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Anë pse në fillim nuk ishin të kënaqur, por me gjithate, pa thot pejgamberi më këthyje, dohet me u këthyje. Pa thot pejgamberi me bë këtë marrëveshje, ne duhet me pajtu. E Allah i madhruar, po i lavdëron këta besimtar. Këta e meritonin këtë prehje, këtë knatësi shpirtërore, këtë ndihim për të madhe të Zot, me avrujt aty në gjakon, me ngrit musliman, me i qetësu musliman, me i bë sabërli musliman, me i bë të nënshtrua ndaj urdhave të pejgamberit musliman, dhe kështu me radhë. E kanë merituar ata. Andaj Allahu i ka ndëruar shumë te bareke ve taala, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. E Allahu din çdo gjë. E din se kush e meriton këtë udhëzim, e këtë mirësi, e këtë begati, e kush nuk e meriton. Andaj ka veçuar krerët edhe parin dhe kurishitët në tanë atje, dhe në nanën që dhe ka veçuar muslimanët me fjallën la ilaha illallah, një nështrua Allahut, një nështrua pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam.